Dhuna mes bashkëmoshatarëve mbetet një nga sfidat më serioze me të cilat përballen të rinjët. Rastet e bullizmit, dhunës fizike dhe asaj psikologjike vazhdojnë të jenë të pranishme si në shkolla, ashtu edhe jashtë tyre, duke lënë pasoja në shëndetin mendor dhe zhvillimin emocional të fëmijëve. Viktimat mund të përjetojnë ankth, pasiguri, ulje të vetbesimit dhe vështirësi në socializim, ndërsa në disa raste pasojat mund të jenë afatgjata. Për këtë arsye, mbështetja psikologjike dhe ndërhyrja e hershme konsiderohen thelbësore. Dhuna e bashkëmoshatarëve tek një adoleshent ndikon jashtëzakonisht shumë tek zhvillimi dhe struktura neurologjike e trurit, baza emocionale që ka individi dhe në përgjithësi të shëndeti fiziologjik i personit, thekson psikologu Epirot Ferati. Dhuna, në veçantë tipi i dhunës, po dhuna e bashkëmoshatarëve te një adoleshent edhe te çdo fëmijë, po te i rritur, ndikon jashtëzakonisht shumë për shkak që ndikon te zhvillimi edhe struktura neurologjike e trurit, te baza emocionale që e ka ai individ, edhe në përgjithësi te shëndeti fiziologjik i personit. Mundemi me tregu shenja të ndryshme, simptomat si për shembull të rit edhe të adoleshenti që e përjeton edhe është viktimë e dhunës, mundën mu shfaq rezultate të dobta në shkollë, si shenjë kryesore që mundën me pa prindrit, mundën me pa regres ose ngecje në mësimdhënie, memorizim, fokus, vëmendja dhe krejt këto komponenta psikologjike, por që nuk janë vetëm psikologjike, janë edhe emocionale, të cilat e kanë një raport reciprok edhe ndikojnë te njëra tjetrët, për shkak që dhuna, akti i dhunës është fillimisht emocional, po me pasoja psikologjike edhe shpirtërore. Po, na thoni pak çfarë pasoja mund të ketë publikimi ose filmimi një akti dhune për viktimën dhe si mundet ta përballoj kur e shef, domethënë që videoja e saj është përndar në rrjetet sociale. Një situatë e tillë çka bën veç e thellon traumën. Shpeshherë kjo gjë çon edhe deri te rreziku potencial për mendime suicidale të individi, për shkak që kur personi ekspozohet me video incizim ndaj dhunës, kjo çon në izolim, në turp, në mbyllje të vetës edhe ndaj familjarëve të vet, edhe ndaj prindërve të vet, edhe personi jeton me një koncept të botës edhe shoqërisë që këta janë kundër mua dhe këta dojnë me mshtyp mua. Edhe ky mesazh me jetu çdo ditë, çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje me çelë edhe me mbyll ditën me këtë mesazh është e tmerrshme. Është jashtëzakonisht e tmerrshme. Po, si e shohin ndoshta ndikon se si e shohin shoqëria, rrethi, shkolla, njerëzit për rreth? Si e shohin? Tena nuk ka vetëdijsim, për aty kemi këtë gjendje që e kemi. Nuk ka vetëdijsim as të prindve, nuk kemi vetëdijsim as të shoqërisë, edhe ajo që mu më pengon mas shumti është që kemi mungesë të vetëdijsimit institucional. Ministria e Arsimit edhe Kulturës, Ministria e Financave, edhe ministritë të tjera të përkatëse të cilat kanë kontribut direkt në gjendjen edhe mirëqenien e shoqërisë, kanë zero vetëdije për mirëqenien e adoleshentëve, mirëqenien e mësuesve në shkolla, mirëqenien e punonësve, për shkak që prindërit janë punonjës. Kurkush nuk kujdeset për këtë punë, kurkush nuk ka një agjenda as protokoll për këtë punë. Se si ti mbështesim prindërit, fillimisht, si ti mbështesim punonësit, si ta mbështesim ministria vetveten, me protokolle në shkolla, edhe me rregulla dhe rregulativa protokolle të ndryshme të cilat ndihmojnë fillimisht mësuesit, stafin pedagogjik, edhe sigurisht sa mirëqenia më e madhe e stafit pedagogjik ndikon edhe rezultonte një mirëqenie e nxënësve. A mendoni pra kjo ndodh si shkak pasojë që nuk kanë bashkëpunim institucionet, shkollat dhe prindrit? Fiks, kjo është formula realisht. Edhe nuk është vertikale, është reciproke. Pra, prindi ndikon te shteti, shteti ndikon te prindi, te psikologjia, baza emocionale, te mentaliteti edhe te sjellja e tyre. Rrjedhimisht nëse kemi një shtet i cili nuk kujdeset për mirëqenien e punonësit ose punëtorit, kemi një punëtor i cili është me një gjendje psikoemocionale shpirtërore të degraduar, të shkatruar, e qysh ka me dhënë një prind me një gjendje të tillë dashuri, kujdes dhe mshuri kur prindi nuk i ka ato për veten e vet.
Pse po varihen gjithnjë më shumë raste të dhunës mes të rinjeve? Për çfarë arsye po ndodh kjo? Në fakt, pasi që edhe rasti i fundit ishte në Kumanov dhe shumë raste të tjera kanë ndodhur kohëve të fundit. Si arsye kryesore mundemi me shtu që është ka të bëjë edhe nëse folmi vetëm në nivelin e moshave fillore, ka të bëjë edhe me narcizmin e shtuar të Gen Z-s edhe gjeneratave të reja, për shkak që kultivohet nga rrjetet sociale, kultivohet nga shpeshherë edhe disa ekspozime televizive që ata i shohin që kanë tipare, shohin tipare edhe ekspozohen ndaj tipareve narciste. Një prej arsyeve mundet me qenë edhe dëshira dhe synimi për me arrit pushtet në shoqërinë edhe që i takojnë, dëshira për me arrit dominim në shoqërinë ku i takojnë, për shkak që sot fëmijët po ballafaqohen me një realitet ku ndihen që gjua e vetme komunikuese me botën është agresiviteti, dhuna e tjerë. Çfarë po i shtin në fakt më shumë, sidomos ndaj bashkëmoshatarëve të tyre? Origjina kisha me thonë që esenca e këtij problemit është familja. Kemi prindër që nuk janë prezent, po jo për faj, nuk e them këtë për faj, e them për dëmshuri, jo për faj të ndikuj, nuk ka faj dikush. Është dëmshuria që duhet ta ndjejmë me prindin fillimisht, edhe duhet institucionet ta kenë për prindin, se thash, ai prind vetë një herë është dikush që ka dëshira, dikush që ka vullnet, dikush që ka ëndra, dikush që dëshiron më kujdes për veten. Edhe këtë duhet me ofru shoqëria dhe institucionet. Mungesa e kësaj, neve na kemi prind të cilët s'kujdesen për veten, rrjedhimisht nuk munden me u kujdes as për fëmijët e tyre, dhe kjo na rezulton në institucione që i kemi këto institucione dhe këtë pasqyrë shtetërore me rezultatet në PISA edhe në testet ndërkombëtare. Po, a mendon Fukta se po mungojnë ndoshta edhe psikologët, nuk po e bëjnë mjaftueshëm punën e tyre në shkolla? Mendoj që kemi një staf pedagogjik të shkëlqyshëm përgjithsisht në shkolla, si psikolog, pedagog, defektolog, logoped. Në shkolla, ajo që unë konsideroj në këtë pikë është mendoj që duhet të Ministria e Arsimit dhe Kulturës në Maqedoni duhet të siguroj një psikolog për çdo drejtim në shkolla. Për shkak që një psikolog për një shkollë është e pamjaftueshme. Vetë psikologu ka me përjetu burnout, vetë psikologu ka me djeg veten që ka djeg prindja dhe nuk mundet me u kujdes. Dhe nëse folmi për një sistem të shëndosh, i cili promovon, motivon të rit, atëherë duhet të kemi parasysh të organizojmë shkollën në një mënyrë të drejtë, e cila na jep rezultate të tilla, e ajo është nëse kemi lëndë psikologjike, edhe kemi çdo psikolog për drejtim. Sa po ndikojnë rrjetet sociale në nxitjen ose normalizimin e dhunës? Rrjetet sociale ndikojnë shumë. Kjo lidhet me atë që thash më herët, me tiparen e narcizmit të trit. Kjo vjen prej rrjeteve sociale, kjo vjen prej informacioneve të shumta të cilave ekspozohet i riu edhe me të cilat nuk di çka me bo. Se asnjë informacion që e merr nga rrjetet sociale nuk i shërben, as nuk ka dobi nga ajo. Rrjedhimisht, sot i riu është i humbur në botën e vet edhe në botën e cila e rrethon. Po, a është e mundur që viktima të përjetojë trauma afatgjate dhe si mund të trajtohen ato? Kjo është e sigurt. Kjo është e sigurt që viktima, në rastin që po folim na, edhe në çdo rast tjetër, viktima ka traumë e cila nuk fshihet, e cila sado që punohet le gjurmë të veta. Për atë kjo është alarm, kjo është tragjike, kjo është tepër e dhimbshme, është trishtuese për çdo individ e shoqërisë tonë, është trishtim për familjen dhe institucionet. Është le gjurmë edhe nuk përmirësohet edhe nëse punohet. Pak nga ana juaj si psikolog, sa kohë duhet të marrë që të shërohet një person që ka përjetuar dhunë? Është shumë e vështirë ta them një gjë të tillë. Mund të them që me vite, mund të them që personit, sidomos adoleshentit, që është një personalitet në zhvillim dhe i është shkatru baza dhe komplet puna e tij individuale dhe personale që e ka bërë në formimin e vetes vet, i duhet, nëse deri në 15 vjet e ka bërë gjithë këtë punë, i duhen 2 fishi i kohës për të arritë te pika që ka qenë deri sot.
Çfarë duhet të bëjnë prindërit nëse dyshojnë se fëmia e tyre është përfshirë në një rast dhune? Pavarësisht ose si viktimë ose si autori dhune. Me patjetër, me çdo kusht të deklarohet në polici dhe në prokurori, me patjetër organet shtetërore me u marrë në instanca penale me këtë rast, për shkak që institucionet duhet ti vënojnë thekse dhe rëndësi shumë më të madhe aspektit edukativ, riedukativ, integrus dhe reintegrus për personin që ka shkaktuar dhunë, edhe për viktimën, por gjithashtu edhe për prindërit e fëmijës që ka shkaktuar dhunë, po edhe që e ka pranuar dhunë. A ka raste kur vinë në psikolog personi që e ka dhunuar? Autori? Zakonisht jo. Zakonisht sigurisht që nuk kemi gjetë këta persona, sepse tipari dominues shpeshherë është narcizmi dhe personin e tillë nuk e gjen në seanca terapeutike. Po, sipas jush, a duhet të jetë? A duhet? I pari duhet të jetë në listën e klientëve, megjithatë edhe një pritshmëri e tillë është surreale, nuk është reale, po ajo që neve na duhet edhe që na ndihmon është që personat të cilët kanë tipare njerëzore, kanë dëmshurinë, kanë empatinë, kanë kujdesin, kanë konsideratën, kanë mbështetjen, këto tipare na t'ja ushqejnë, këto tipare na si të rritur si individ, si përgjegjës të institucione ose në shkolla ose shtetërore, t'i sigurojnë dhe t'i mbështesin. Kjo është ka neve na duhet. Dhe nuk duhet t'ja kemi fokusin të personat me sjellje delekuente ose me tipare jo të shëndetshme. Unë mendoj që mjafton që na të fokusohemi në mbështetjen e personave që neve na falin çdo ditë në rrethin ton, sjellje të bukura, sjellje të dashura, edhe tipare edhe atribute tepër të bukura, të cilët na i menjanojmë shpeshherë, të cilët shpeshherë na as nuk i komentojmë, as nuk i komplimentojmë dhe as nuk i japim rëndësi edhe pesh, por në fundit as nuk jemi mirënjohës ndaj kur i shohim edhe ekspozohemi na vetë ndaj tipareve të tilla. Shkolla mbetet një nga vendet kryesore për të zbuluar dhe parandaluar rastet e dhunës. Bashkëpunimi me stafit profesional, mësimdhënësve dhe prindërve shihet si shumë i rëndësishëm për krijimin e një mjedisi të sigurt dhe mbështetës për çdo nxënës. Defektologja Ajla Bilalli thekson se ndryshimet në sjellje, izolimi, mungesa e komunikimit apo rritja e agresivitetit mund të jenë shenja paralajmëruese se një fëmijë po përjeton dhunë apo po shfaq sjellje problematike. Dhuna në këndvështrimin tim profesional gjithmonë e shoh si le të kuptoj si një simptom disfunksionale i cili ky fëmijë ose ky individ, ky i mitur ka stagnuar ashtu siç e potencova në zhvillimin e tij të sjelljeve të tij, të mënyrës se si sillet ai. Ndoshta këtu dua t'i potencoj dhe t'i theksoj disa faktorë të cilët luajnë rol të rëndësishëm. Faktorat mjedisor dhe social, prej nga vjen ky individ, prej nga vjen ky fëmijë, gjatë gjithë kohës çfarë modeli sjelljeve i është modeluar, dhe më pas ky person ose ky individ i ka përvetësuar këtë normë sjelljeje, dhe më pas kur adaptohet në rrjete të reja shoqërore, i manifeston me sjellje të dhunshme. Por këtu edhe një gjë e rëndësishme që dua ta potencoj është se pas çdo sjelljeje të dhunshme, aty shfaqen disa në brendësinë e tij psikologjike ose në botën e tij të brendshme ekzistojnë disa nevoja të paplotësuara të vetë të miturit ose individit. Dhe më pas këta manifestohen me sjellje të dhunshme. Pse janë këta pasiguri, ndose vetbesimi i ulët tek vetja, injorimi nga shoqëria, presionet familjare ose shoqërore, ku më pas bulizuesi ose vonuesi kërkon të jetë sa më i dukshëm në shoqëri dhe kërkon vazhdimisht vëmendje. Ndërsa kjo në aspektin edukimit special ose defektologjik shpesh trajtohet si një disfunksionalizim ose si një deficit i çrregullimit të vëmendjes dhe sjelljes të vet individit. Ku urgjentisht për këta persona, këto gjithmonë duhet të shikohen si persona që kanë nevojë për edukim fillimisht, për edukim për terapi dhe rehabilitim të mëtutjeshme. Ndoshta këta persona nuk kanë lindur të tillë, por me kalimin e kohës edhe ato aftësitë të cilat i kanë pas të zhvilluara i kanë humbur gjatë rretheve, gjatë faktoreve mjedisor ose faktoreve të cilat kanë pasur ndikim të thellë tek vet i mituri dhe individi. Po ju si defektologe e shkollës në fakt si vërejni se nxënësi po bullizohet? Shpesh dhunuesi dhe viktima kuptohet dallohen. Ndërsa në shkollën tonë, edhe ku jam kur luaj rolin e defektologut, nuk kemi vërejtur deri në atë nivel që bulizmet eskalon nëpër masa ekstreme.
Pse ndodh kjo? Sepse ne shërbimi profesional i shkollës vazhdimisht kemi bërë aktivitete të ndryshme, sidomos kemi folur për inteligjencën emocionale, ku kemi diskutuar edhe tema shumë të rëndësishme, mandej inteligjenca sociale, ku të rinjt ose brezat e rinj kanë nevojë të edukohen dhe riedukohen në këtë aspekt. Në fakt, inteligjenca emocionale luan rol të rëndësishëm në formimin e identitetit, karakterit të vetë individit. Pse ndodh kjo? Sepse me këtë formë inteligjence arrin fëmia, individi ose imituri, adoleshentët në këtë rast, t'i njohin emocionet e veta, t'i detektojnë emocionet e veta, që më pas ta arrin ta kuptojnë edhe tjetrin. Këtu duhet ta theksoj një gjë të rëndësishme, se këta persona dhunues, gjithmonë i referohem spektrit të edukimit special, këta situatën e dhunuese e kuptojnë vetëm në formë logjike ose racionale, ndërsa tek këta persona ju mungon ajo zhvillimi i empatisë afektive. Nuk janë në gjendje ta kuptojnë se çfarë po përjeton tjetri dhe pse po e lëndojnë atë. Thjesht reagojnë me sjellje impulsive dhe stimuluese. Sa shpesh hasni raste të dhunës ose bullizmit me nxënësve në mjedisin shkollor? Shipe, nuk mund bulizmi shkollor, sidomos gjatë vitit shkollor, kohëve të fundit në shkollën tonë, ashtu si që potensova, nuk kemi pas në përmasa të mëdhaja, por zakonisht tani ekzistojnë ato mos marrëveshjet e vogla, konfliktet mes adoleshentëve, por janë në formë shumë e lehtë që e tejkalimit të këtyre, për arsye se vetë viktima ose nxënësi i cili është bulizuar nga bulizuesi, vjen dhe e shpreh shqetësimin e tij, problematikën e tij dhe e tregon rastin se pse ka ndodhur ky lloj bulizmi. Dhe për shkurt kohë, masat tona të cilët i marrim si shërbim profesional, arrim deri te ai niveli i situatës ku e monitorojmë situatën dhe marrim masat e duhura për ta parandaluar. Domethënë deri në atë nivel ekstrem që çfarë po ndodh ditëve të sodit tek të rinjt, nuk kemi pasur kohëve të fundit, domethënë viteve të fundit në shkollën tonë. Kur një person shfaq sjellje të dhunës në shkollë, defektologja thekson se menjëherë duhet të ndërmerren masa mbi situatën dhe individin, me që rast lajmërojnë prindërit dhe kujdestarët e atyre fëmijëve ose nxënësve kur realizojmë seanca individuale, defektologjike dhe psikologjike për të identifikuar se prej nga vjen kjo sjellje tek nxënësit. Fillimisht masat mirën, fillimisht neve reflektojmë menjëherë mbi situatën dhe mbi individin, ku lajmërohen prindërit ose kujdestarët e atyre fëmijëve ose nxënësve, ulemi, bisedojmë, sqarojmë dhe më pas realizojmë seanca individuale, defektologjike dhe psikologjike për ta identifikuar se prej nga vjen kjo lloj sjellje tek nxënësi. Por shumë është i rëndësishëm bashkëpunimi mes familjes, shkollës dhe nxënësit. Po ashtu edhe mësimdhënësit janë të inkuadruar dhe japin kontributin e tyre maksimal për t'i parandaluar këto fenomene. E kam fjalën gjatë vitit shkollor. Ndërsa kur jemi gjatë pushimeve verore që po ndodhin edhe kohëve të fundit dhuna, kjo ndodh për arsye se jemi në epokën e informacionit, edhe ata informacionit shumë të shpejtë, ku të rinjt janë të ekspozuar dhe konsumojnë vazhdimisht përmbajtje brutale, banale, të dhunshme, dominante. Ku ata, ndërsa këto të mitur nuk janë të vetëdijshëm se ato pamje ndikojnë drejt për së drejtë ose në mënyrë indirekte në gjendjen e tyre emocionale, psikologjike, mendore, ku e bëjnë deformimin e sjelljeve të tyre, e bëjnë deformimin ndaj realitetit, sepse kufizohen ose hyjnë në rrjetin vicioz ose virtual të tyre dhe më pas këto sjellje agresive manifestohen në jetën reale. Dhe kjo është arsyeja pse vazhdimisht, jo të gjithë, po janë disa individ të cilët unë këto si defektolog i edukimit special i shoh si rast trajtimi urgjent të cilët kanë pengesa në zhvillimin socio-emocional, po ndoshta edhe intelektual, këta reagojnë me sjellje instiktive dhe impulsive pa paramendim. Domethënë nuk e paramendojnë situatën, por aty për aty reagojnë në mënyrë të shpejtë. Që sa më shpejt ta realizon atë veprën dhunuese ose të gjej viktima, ai aq më shumë do të ndihet më i sigurt tek vetja, për arsye që i potencova dhe më herët. Domethënë që t'i mbulon ato pasiguri, dështimet e veta, akademike, shkollore, shoqërore dhe kështu me radhë. A mendoni fakt se nuk po ka një bashkëpunim në mes prind,
institucionet shkollore dhe psikologëve? Nuk po bashkëpunimi I duhur ndoshta dhe po ndodhin këto dhunat. Mund të jetë edhe ky një faktor I cili po luan ka rëndësi të veçantë në shoqërinë tonë, sepse nuk dua t'i përfshi të gjithë prindërit, sepse ka prindër të cilët janë me të vërtetë interesuar, angazhohen për fëmijët e tyre, ku vazhdimisht kërkojnë edhe takime tona, ku edhe ne vetë realizojmë takime me prindërit gjatë vitit shkollor që e kemi për detyrë t'i bëjmë ata, dhe aty ju tregohet, raportojmë tek prindërit për gjendjen e përgjithshme të fëmijëve të vet, qofshin ato arritja akademike, arritjet emocionale, shoqërore dhe kështu me radhë. Por ka dhe prindër të tillë fatkeqësisht që nuk janë të interesuar dhe këta fëmijë ndihen të anashkaluar në një farë forme. Tentojmë t'i komunikojmë, por nuk paraqiten dhe nuk e marrin atë përgjegjësi për fëmijët e tyre. Por neve sërish e kemi obligim ligjor dhe profesional që pavarësisht prindja ka interes apo nuk ka interes, ne kemi për detyrë që atij fëmijës në fjalë ose nxënësit të japim mbështetjen dhe nevojën e duhur për të cilën ka nevojë ai fëmijë. Kemi raste që nuk dua tani të gjithë t'i kategorizoj se janë të gjithë të njëjtë, por në raste të veçantë ose specifike I thrasu ndryshe, ku edhe vetë kujdestari ose vetë prindi I tij nuk e pranon në sjellje të tillë të fëmijës. Këtu është problemi, sepse edhe vetë prindërit nuk dua të keq kuptohen, por gjithmonë po flas me mendim profesional, jo me mendim personal, sepse gjithmonë këta faktorë të rriturit në këtë aspekt e kam fjalën, nuk e pranojnë në sjellje devijante ose agresive të fëmijës të vet. Gjithmonë fëmijën ose nxënësin e mbulojnë. E mbulojnë për arsye se dëshirojnë që fëmijët e tij të jenë sa më shumë të favorizuar me ato lloj sjelljeje. Ndoshta edhe për këtë shkak po vjen puna deri tek rrahja mes bashkëmoshatarëve të tyre. Për shkak që prindërit nuk janë mendoj që aq të interesuar, edhe pse bën në fakt nuk është fëmiu në favorin e tyre, ato prapë vazhdojnë ta mbështesin. Sigurisht, këtë gjithmonë e them, se gjithçka fillon nga familja, baza është familja, sepse fëmia aty rritet, zhvillohet, edukohet, dhe më pas vjen në shkollë, kur vjen në shkollë vetëm sa I ka kaluar atë fëmijërinë e hershme, këtu është faza e adoleshencës, ku kjo faza shumë kritike, dhe mos interesimi dhe mos komunikimi prind kujdestar ose fëmijë arrin deri në këtë sjellje degraduese që po shkaktohet në shoqërinë e brezave të sodit, gjë që është një fenomen negativ, gjë që po ndodh. Ndërsa sa më shumë të flitet me vetë nxënësin ose me vetë fëmijën dhe nuk duhet të paragjykohen, edhe vetë të dhunuesi, personi që ushtron dhunë, ai këta cilësi dhunuese I ka fituar nga rrethi I tij nga vjen. E vetmja gjuhë e komunikimit për të është dhuna për të qenë më I dukshëm në shoqëri, ndërsa të rriturit nuk marrin masa për një gjendje të tillë. Domethënë këtu mungon këtu mungon interesi I familjarëve, I prindërve të tyre. Parandalohen këto sjellje. Parandalimi I sjelljeve të tilla dhunuese arrihet duke reflektuar mbi individin. Fillimisht këto individ dhunues fillimisht duhet të trajtohen në mënyrë profesionale, duhen të merren në trajtim, në terapi dhe në riedukim të menjëhershëm, sepse ka këto vetë në një farë mënyre, në thojza të them, llogariten si persona me nevoja të veçanta emocionale, sepse zhvillimi I tyre emocional komplet ka degraduar. Si emocionale ajo është dhe shoqëror. Ndërsa pse është I rëndësishëm edukimi inteligjencës emocionale në nivel sistematik shkollor, sepse vetë inteligjenca emocionale tregon se fillimisht duhet ta njohësh vetveten, duhet të identifikosh me zemrimin, me xhelozin, me urrëtitjen, ndërsa kur nuk identifikohen këto ndjenja ose këto emocione, tek I mituri manifestohet me sjellje agresive dhe të dhunshme. Edhe një ndër parandalime tjera është sa më shumë të komunikohet hapur me adoleshentët. Nuk duhen të injorohen. Nëse një adoleshent tenton, dëshiron të bisedon me juve, lirisht uluni, zhvilloni dëgjim aktiv, dëgjoni me vëmendje, sepse ai po t'jep mesazh se diçka me të nuk është në rregull, se diçka po ndodh. Ndërsa faktor kryesor jemi të gjithë ne të rriturit.
që duhet t'i ndëgjojmë dhe t'ju kushtojmë rëndësi të veçantë këtyre individëve dhunues, por në përgjithësi edhe gjithë shoqërisë të brezave të rinj. Po, a ka ndodhur në shkollën tuaj që të vinë ndonjë nxënës të shprehet tek ju dhe si keni reaguar? Po, kemi pas raste të shumta, sepse në shërbimi profesional i shkollës tonë vazhdimisht gjatë vitit shkollor jemi në terren të vazhdueshëm me nxënësit, ku vizitojmë klasat, ku mbajmë ligjërata edukative, sidomos për rreziqet të cilat vijnë nga rrjetet sociale, mandej kemi bërë realizime të ndryshme të aktiviteteve për inteligjencë sociale, emocionale, njohjen e emocioneve të tyre, dhe gjithmonë ja u kemi bërë me dije rolin tonë, kemi prezantuar veten, rolin tonë e shërbimit profesional si defektologu edhe psikologu. Dhe kemi vërejtur tek nxënësit atë gatishmërinë dhe lirshmërinë. Po, domethënë janë disa nxënës janë të vetëdijshëm se çfarë roli ka shërbimi profesional në shkollë, por roli kryesor është ne shërbimi sa e prezantojmë veten tek nxënësit dhe në shoqërinë e përgjithësi. Me punën tonë gjatë vitit shkollor, të cilën e kemi realizuar me nxënësit, shohim se është fituar besimi dhe nxënësit kanë ardhur, kanë trokitur tek ne, kanë biseduar dhe më pas vetë kanë filluar të lënë takime të vazhdueshme në një farë mënyrë lloj seance, por ajo ka qenë më shumë bisedë dëgjimore. E lëm që nxënësi vetë të shprehet, të komunikon, t'i tregon nevojat e tij ose shqetësimet e tij me të cilat po ballafaqohet, dhe më pas ne ja kemi dhënë atë ndihmën e duhur për ndihmë të cilën ka pas nevojë vetë nxënësi. Se ndoshta edhe nxënësit nuk po e marrin ndoshta atë besimin e duhur që të vinë dhe të flasin. Sigurisht. Psikologët dhe pedagogët e shkollës. Sigurisht, sepse shumë tani këto brezat e ri kanë nevojë për shumë shpjegime. Ose ndryshe si thirren gjenerata Z, kanë nevojë për shumë shpjegime. Janë shumë kurreshtar të dinë se për gjithçka çfarë po ndodh. Kjo ndodh për arsye prapë po rikthehemi te rrjetet sociale, ku aty vazhdimisht shiqojnë gjëra të gatshme, ju servohen gjëra të gatshme, edhe në jetën reale vazhdimisht kërkojnë që ju shpjegohen gjërat. Se unë kam pas pyetje personale nga vetë nxënësi, ku cili është roli yt në shkollë, për çfarë ju shërbejnë ti nxënësve. Dhe unë kam për detyrë t'ja u shpjegoj rëndësinë time në shkollë, të mbaj ligjërata të tilla. Kemi realizuar edhe pyetësor të ndryshëm, ku i kemi identifikuar çrregullimet e sjelljeve ose çrregullimet e vëmendjes, mandej edhe anketa ose testime në një farë mënyre psikologjike, ku nëpërmjet tyre i kemi bërë atë detektimin të cilin nxënës në vetvete ka depresion, në fojza mund ta themi me depresion, ose çrregullime të ankthit, çrregullime të vëmendjes dhe kështu me radhë. Dhe më pas, sipas gjithë atyre anketave që janë realizuar, kemi vërejtë se te kjo klasë apo te ky nxënës duhet të mirën masa, duhet të bashkëpunohet me këtë nxënës. Sigurisht këtu hyn në bashkëpunim edhe familjarët e tyre, prindërit ose kujdestarët, të cilët janë nxënësit, dhe kemi arritur një sukses që për atë arsye edhe kohëve të fundit, sidomos viteve të fundit në shkollën tonë, nuk kemi pasur bulizëm ose dhunë të shkaktuar nga bashkëmoshaqtarët të cilët i kanë tejkaluar ata masa. Në shkollën tonë shërbimi profesional përbohet nga defektologu, psikologu dhe pedagogu. Domethënë puna ekipore. Po, a mendoni se janë të mjaftueshëm kur shkolla ka një numër të madh nxënësh? Është e mjaftueshme. Është e mjaftueshme sepse jo të gjithë nxënësit kanë nevojë për riedukim ose për seancë ose për rehabilitime speciale. Domethënë i kemi nxënësit e caktuar. Jo e gjithë shkolla, shkolla jonë është në kapacitet të lartë të nxënësve, por jo të gjithë ata nxënës kanë nevojë për defektolog dhe psikolog. Tani kemi nxënës që janë me sjellje të shkëlqyer, si në mësime, si në sjellje shoqërore, emocionale, por është një grup nxënësit të tjerë që me ata neve bashkëpunojmë dhe vazhdimisht jemi në kontakte gjatë vitit shkollor. Rastet e dhunës mes bashkëmoshaqtarëve vazhdojnë të jenë një shqetësim në rritje. Ekspertët bëjnë thirrje për reagim të hershëm dhe bashkëpunim më të madh mes familjes, shkollës dhe institucioneve. Edhe psikologu dhe defektologu theksojnë se vetëm përmes edukimit, komunikimit dhe mbështetjes profesionale mund të parandalohet dhuna mes fëmijëve.